Domotja që tash ka fillu e veç ka fillu me ropa, po shumë, si vjetë vrej shumë, se çmimet e shtrajta dhe s'dalë shumë me monë. Qysh hyp, cigoj pa hyp akciza. Akciza su hyp kur i hypin, ka 50 euro në paket. Këta s'menën vetëm për vetën, kur gjë tjetër. Problemi është se me një rrogë nuk më nësht me dalë në krye. Shtirë na qytetarët e kemë, po çka me bo kur gjës provohet të na. Domotja të na është 3 euro, speci është pa djegësi 3 euro, djegësi është 3 euro, trangut jem pak ma lirë që apo vinë për Shqipnije. Qëto që vinë për Shqipnije jem pak ma lirë, domotja që tash ka fillu e veç ka fillu me ropa, e dhe që tash i konë shumë shtrejt, se jenë orë për i Turkije, Greqijës. Po shumë, si vjetë vrej shumë, se çmimet e shtrajta dhe s'dalë shumë me monë. E për pëm t'jen konë si vjetë njëjtë çmimi, s'ka ndryshu të pëm të kërgjë. Në hyp të rryma një të i hypin me një herë i vezlujnë. Hyp nafta me një herë i hypin çmimet. Qysh hyp, cigoj pa hyp akciza. Akciza su hyp kur i hypin, ka 50 euro në paket. Ka në rregull kjo. Aktualisht jenë në rritje, po konsumator s'ka. Punë për tokë është. Po tash po munohëm, punën bilim me krye tamam. Këta s'menën vetëm për vetën, kur gjë tjetër. Në vend me vyt njëri tjetrin. Ja, këta vetëm për vetën. Çmimet janë shumë të shtrejta, ka ndryshu çmimet, po çfarë me bot ashtu? Sa mënë me përballu, po mënum. Problemi është se me një rrogë nuk më nësht me dalë në krye. Po shtirë na qytetarët e kemë, po çka me bo kur gjës provohet të na. Shtirë është bollë, po s'kemë çka bojnë. Rrogat e vogla, pensionet e vogla, kur gjë. Për asaj, qysh të t'je dalim, nuk e di.